Dashur miq, ja ku takohemi sërish së bashku përmes emisionit Kështu ishin të parët tanë me hoxhën Fitim Gërguri, me të cilin sot do të flasim për falenderimin për mirësitë e shumta që na dha Zoti i madhruar. Në këtë temë do të veçojmë sahabët, do të veçojmë edhe vetë Muhamedit alayhis salam, por edhe gjeneratat e ardha të muslimanëve, se si ishin ata në çështjen e falënderimit në raport me Zotin për mirësitë të cilët i shijonin çdo ditë. Mirë se vjen, Hoxh. Mirë se gjej. Hoxh, çështja e falënderimit konsiderohet censore, konsiderohet jetike për besimtarin. Pse ka që rëndësishme? Fillimisht Allahun e falenderoj për ti falje, kërkoj salavat dhe selam mbi Muhammedin alayhis salam, dërgoj familjen, shokët e tij dhe gjithë besimtarët. Falënderimi dhe durimi janë dy shtylla mbi të cilat ngritet Islami. Gjysma e tij është durim në sprova dhe gjysma tjetër është falënderim në mirësi. Pra pa këto dy komponente nuk kuptohet lidhja me Allahun Azza wa Jalla. Dhe jo rastisht Allahu ajetin e parë, posa ta hapëm librin, Kur'anën e fillon me këtë temë, me falënderimin ndaj tij. Po pse ky falënderim ndaj tij? Për shkak të mirësive të panumërta që na ka dhuruar. Atyre që na i konceptojmë dhe atyre që nuk i paramendojmë fare. Për shembull, asnjëherë nuk ka ndodhur që dikush prej neve ose rrallëherë me falëndero Allahun që ja ka mundsu me ushqy siç do të kur ka qenë në barkun e nanës. Ose me ushqy që do të kur kanë qenë ditë e para që ka lindë. Pastaj rrallëherë falenderojmë për gjumin që e bëjmë, ose për ajrin që e marrëm. Krejt këtu janë mirësi, nuk na ka bërç. Monet mos më na dhuru fare. Ndaj çdo begati që e shijojmë e kemi për obligim me falënderu dhuruesin. Këtë rast Allahun e lartëson. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon në një hadith që sa herë të lexoj habite me borxhin e madh që kemi Allahut. Thotë çdo frymëmarrës që merr, s'pore pyet Zotin, a të vazhdoj, pastaj e marrëm. Dhe kështu vazhdon deri sot jetojmë këtë botë. Sa është numri i frymëmarrjeve? Deri tash dhe sot do të jetë deri sot jetojmë veç Zoti e din. Nëse meditojmë veç këtë koncept, veç për çet mirësi, nuk ka mundësi me falëndero. Ndaj jo rastisht thotë. Pra jo vetëm për frymëmarrjet si sasi, por edhe si mundësi. Sigurisht. Si mrekulli frymëmarrja. Si sasi dhe si mrekulli, gjitha së bashku. Dhe jo rastisht Allah Azza wa Jalla thotë wa in ta'udu ni'mat Allahi la tuhsuha. Nëse jo mundoheni, jepni mund të madh, ti numëroni mirësitë e Allahut, s'keni mundësi. Se vetë falënderimi është mirësi prej tina. Dhe atëherë si është e mundur ta falenderojmë për çdo të mirë Allahun, me që nuk kemi mundësi realisht. Është e pamundur ta falenderojmë Allahun për çdo mirësi. Aisha radiallahu anha në hadith që transmeton Bejhaqiu në Shu'ubul Iman, një prej librave të tij të famshëm. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e poshtë në sejdë, u zgjova nga gjumi dhe e poshtë në sejdë. E zgjati sejdën shumë. Pastaj u afrova drejt tij se mendova se ka vdekë për shkak qëndrimit gjatë, që ta këshyra po merr frym. Kur afrova veshën te koka e tij, e dëgjova duke thonë la uthni thana'an alejk, ente kema athnejta ala nafsik. Unë nuk kam mundësi me të falenderoj çush ti meriton. Veç ti e falenderon veten çush meriton. Është Muhamedi alayhis salam që e thot këto fjalë. Dhe kështu na mëson raporti me Zotin është i pamundshëm më kthy. Për shkak se mirësia e tij është pa fillim dhe pa mbarim. Dhe çështja e falënderimit tonë ndaj tij është e kufizueshme. Dhe jo rastisht i gjejmë edhe melekt, të cilët thot pejgamberi kanë qëndruar prej se u kriju namaz, prej se u kriju në ruku dhe prej se u kriju në sejdë.
kur ndodh kiameti e ngritin kokën dhe dalin prej adhurimit dhe fjalën e parë thojnë ma abadnake, haqqa al-ibad, s'kemi adhuru, s'kemi falenderu qysh të meritën. Është e pamundshme. Vetë adhurimi, vetë në nështrimin ndaj tij o mirësi. Janë mi 7 ose 8 miliard tashmë në tokë. Shumë pak falenderojnë. Wa qalilun min ibadi shakura. Dhe Allah thot pak për robët mi falenderojnë. Dhe vetë për zgjedhja e tij që na me shim prej kësaj kategorie të falenderues është mirësi. Ndaj e falenderojnë Allahun edhe për mundësinë e falënderimit. Kur zgjohemi në mëngjes, bëjmë atë lutjen që alhamdulillahi alladhi ahyana, falënderimet e Allahut që na zgjaj. Bada ma amatana, pasaj shumë vdekun dhe tek ajo është kthimi. Po është një lutje tjetër, wa adhina li bi dhikri, dhe më mundësi mu me e falenderu, me e përkujtu, me e përmendi. Jo çdo ku jam mundson. Dhe hoxh, vetë se filluat edhe ta trajtoni edhe qastin e Kuranit ndaj çështjes së falënderimit, si e theksojnë Kurani, por edhe hadithet Muhamedit alayhis salam domosdoshmërinë e falënderimit për mirësitë? Ashtu siç fillova, në fillim të Kuranit na bëhet e qartë pozita që duhet me pas karshi krijuesit. Po. Pozita ndaj tij është në falënderim rob për falënderues. Rob falënderues për mirësi, ndëgjues për urdhna, edhe i nevojshëm për shtim të begative. Siç thoshte Musa alayhis salam, për çdo mirësi tënde o Zot jam i nevojshëm. Kam nevojë, po. Kam nevojë. Ndaj kem nevojë për çdo mirësi. Shtimi i mirësive lidhet pikërisht me temën që jemi të trajtuar. Allahu në Kur'an kur flet për falënderimin thotë: "Wa in shakartum la azidannakum." Nëse ju më falënderoni, unë ju shtoj mirësitë. A nënkupton kjo kushtëzimin me falënderim për të përfituar mirësi tjera nga Allahu? Po, veçanërisht në aspektin e imanit. Se në botën Çfarë do thot në aspektin e imanit? Besimtari bëhet më i devotshëm apo si? Gjithsesi, në botën materialiste jemi mësuar që konceptet ose terminologjitë të caktuara ti sqarojmë prej këtij prizme, ndërsa në aspektin e imanit, për shembull rrezik nuk është vetëm parja ose ushqimi, pija, luksi, por rrezik është edhe imani, rrezik është edhe fjetja, rrezik është edhe fëmia i mirë, rrezik është edhe falënderimi e kështu me radhë. Po ashtu edhe në aspektin e imanit, sado që njeri shton falënderim me Allahut, Allahu shton mirësi ndaj tij. Qoftë në aspektin e nështrimit, ja lehtëson urdhnat me i kry, ja lehtëson ndalesat me u largu, ja lehtëson çdo çështje të jetës me e vepru. Ndaj na kur themi se Islami është zgjidhje, një mend është zgjidhje për çdo problem. Nëse qëndrohim në atë që Allahu na kërkon, në rubrinë ndaj tij dhe në shtrimin ndaj tij. Ndaj vëllai është thelbësore, nëse dojna mirësitë e imanit më ushtu, me qenë në krye temave tona falënderimin ndaj Allahut. Pse përveçoj mirësitë e imanit? Nëse flasëm në rrafshin e dunjas, nuk kishte diçka të veçantë pejgamberi alayhis salam prej begative të dunjas ndaj tjerëve. Jo, rrobat e tij nuk ishin veç si të tjerëve, ushqimi i tij ishte i thjeshtë, shtëpia e tij ishte e thjeshtë dhe Zoti kur vdes nuk la prej dunjas diçka përveç se një shtag, një rrobë që veshte edhe në breg. Kishte gjithë pasuria dhe ai shtrati me thupra që i bëhej shtëpia e tij ushla skuqej nga shpina e tij, skuqej nga dhimbjet që ja shkaktonte shtrati. Kishte e tëra ajo që kishte në aspekti material që kishte Muhamedi alayhis salam. Ndaj na ne kthehemi se nëse Zoti na shton mirësitë na don, jo, nuk është censore. Ka mundësi që Zoti më dhon edhe mos më dash, siç i ka dhënë faraonit, e Karunit, e njerëzve sot që shumë miliarda. Por besimtari din ta dalloj kur një mirësi është shpërblimi apo është sprov ose dënim për të. A din ta dalloj kjo çështë të takon do të duhej në fakt. Do të duhej ta dalloj. Sa a din kjo çështë tjetër. Shpesh sot ngatërrohet
çështja e mirësive vetëm në kategorizimin e asaj materiales. Ndaj na themi që sabahun sot që kemi falë në xhamat, kjo është mirësi prej tij dhe për këtë falenderojna. Drekën që e falem e falenderojna. Ikindin e kështu me radhë gjitha namazet ditore, edhe kjo është për mu falenderu. Pasi që Allah Azza wa Jall nëse dën me të futë në atë kategorinë e të shpërblynëve, ta lehtëson në nështrimin ndaj tij. Dhe nuk ka nështrim pa falenderim. E lidh çështjen e nështrimit me falenderim. Ma in shakartum la azidannakum. Nëse ju jeni falënderues, unë ju jap ju begatoj më shumë. Pra Allah Azza wa Jall jo rastësisht e ka bërë gjysmën e fesë falenderim. Falenderim për sprovën, po ashtu falenderim për begatin. E pse për sprovën, për zgjedhje, spastrim gjunoheve, na ka përzgjedh me na sprovu neve, kjo është, do të më qenë falenderim ndaj tij. Ndaj pejgamberi sallam, kur ishte në sprovë, thoshte alhamdulillah ala kulli hal. Falenderojnë Allahun në çdo gjendje. Pra edhe në sprovë ishte falënderues. Edhe në begati ishte falënderues, në çdo aspekt tjetër. Dhe ku kanë prirje më shumë njerëzit hoqë të jenë më të gatshëm për të falënderuar, në mirëqenie apo në sprovë? Sigurisht në mirëqenie janë më të gatshëm me falënderu se sa në sprovë, por falënderimi nëse i përfshin ose si tham i përfshin edhe aspektin e sprovës, edhe aspektin e begatisë, përfshin tërë jetën. Ndaj është një tërësi që nuk pranon ndarje. Nuk mujna me thonë se na jemi falenderues vetëm kur begatohemi, por duhet jemi falenderues edhe kur sprovohemi. Ndaj Allah Azza wa Jall kur e përshkruan çështjen e disa njerëzve, ndaj kësaj çështje thotë ata të cilët thonë që Zoti kur më dhuroi ma dashtë të mirën, e kur ma ngushtoi rrezikun e hanën me poshtroj, thotë kella, kjo kurse si nuk është ashtu. Pra Allah Azza wa Jall dën që tematikat që i trajtojna me i trajtu mbi bazën e asoj që Zoti ka zbritur në Kur'an dhe Sunet. Ndaj çështja e falënderimit përfshin gjitha aspektet dhe jo ta marrëm vetëm një anë. Që kemë prirje kjo çështje tjetër, ama a dohet është çështje krejtësisht tjetër. Dhe hoxh, sigurisht kjo është temë shumë e rëndësishme dhe kuptimet e thella të Kuranit, haditheve të Muhamedit alayhis salam i kanë trajtuar dietarët islam dhe kanë sjell kuptime më të kapshme për ne. Në këtë rast, çfarë kanë thënë dietarët? Çfarë kanë nxjerrë në pa nga rëndësia e falënderimit ndaj Allahut për mirësitë që na jep në raport me devotshmërinë tonë, në raport me vetbesimin tonë? Nëse lexojmë librat e dietarëve në këtë çështje, e gjejmë se na mësojnë pse duhet me falënderu shkakun, pastaj na mëson shpërblimin për shkakun, e pastaj na mëson edhe begatit e krejt këtij procesi. Pra ne kanë thjeshtëzuar kuptimet që ti kuptojnë. Po mundohem shkurtimisht ta paraqes një çështje që bënte Sheikhul Islam Ibn Taymija në këtë tematik, po jo me fjalët e tij se kam në dijen e tij, por thjesht zonë sa për me kuptu. Thoshte spori në përzgjedhje. E falenderojmë Allahun që na ka përzgjedh me qenë njerëz. Ka mujtë Zoti jonë më na përzgjedh me qenë dru, ngur, më na përzgjedh me qenë pem, kafshë e kështu me radhë. Vetë fakti se na ka përzgjedh njerëz pa na pyet, do të më qenë falënderues, është mirësi prej tina. Pastaj na ka përzgjedh përveç se na ka bë njerëz, na ka lecu proceset deri ku jemi sot, prej momentit jetës në bark, ushqimit, pijes që përmena më herët, deri në momentin që jetojna, gjitha proceset që kena kalu, është mendimin e tij. Veçanërisht në disa raste që kërkush përveç tij s'ka mujtë me ndërhy, se që është në ushqimit që e monë në barkun e nanës. S'ka mundësi kërkush pas tij. Ose pijen që e morëm pas së danim këtë botë. Në momentet e para, kush shëmë se ja e zden. Ai nuk dëgjon as, nuk shikon 2 javë të para. Andaj krejt ky proces është begati prej tina. Pastaj na kanë mësuar dietarët
që për mirësi që i shijojnë çdo ditë me qenë falenderosë. Qoftë ato mirësi të aspektit material, qoftë aspektit shpirtënor, qoftë mirësitë e përditshme ose çdo çështje që i bëjmë, që thash, shikimi, dëgjimi, frymëmarrja, lehtësimi në çdo aspekt i këtyre begative është prej Allahut, nuk e ka borx më na dhon. Një herë përcjellsha në emision. Një dietar në Arabinë Saudite shkoi i vizitoi disa të verbër. Dhe i pyeste se çka ki qefti nëse kishe pas qef me pa. Çka kishe pas qef me pa? Njëri tha fytyrën e nanës tam. Një tjetër tha fytyrën time, një tjetër tha kam qef me pa xhamin, një tjetër tha librin e Allahut. Dhe secili përgjigjej mbi bazën e dëshirës. Nalëm pak vëllai jartë, të mendojmë. Ai prej se është kriju, ka nejtë kështu. Ti mbyllëm sytë dhe të mundohem pak me paramendo. Pra nuk shihte asgjë. Ai nuk e din dallimin mes lisit dhe lapsit. As mes ngjyrës të pembe dhe të gjelbërt. Pra nuk ka asnjë element për me kuptu realitetin e kësaj bote mungesë të shikimit. A kish mujt që secili prej nesh me qenë i tillë po? A s'është kjo mirësi që do të me falenderu? Patjetër. Po ashtu dëgjimit. Kem pa dhe njohëm njerëz që prej së është lind nuk dëgjon. Po ashtu shijimit, kujtohem kohën e koronës, kur hupi shijimi, hang shumë bukë dhe nuk gjej shumë shije sa ishte vështirë kjo për neve. Nuk disha se fahan. Dhe pastaj kthimi i shijes. Dhe kthimi i shijes, pra një moment tjetër falënderimi ndaj Zotit. Ndaj për çdo mirësi që na mujna me perceptu, apo jo, po them se ka shumë mirësi që na si kuptojna. Rujtja me legve që na bojnë, kujdesi tyre, dotë e tyre. Asnjë prej këtyre mirësive na nuk e shohim. Po edhe nëse nuk e shohim, ato janë afër. Ato na ndihmojnë në mënyrën që Allah ja u ka lehtësuar. Ndaj krejt këtu janë begati që kërkojnë falënderim. Pastaj pse me falenderu? Meritore, po pse? Për gjithë të mirësi. Dhe çka është procesi i falënderimit? Pejgamberi alayhis salam çështjen e falënderimit thot afdalu dua alhamdulillah. Lutja më e mirë është me thonë alhamdulillah. Falënderimet e kanë Allah. Ç'është lutja falënderimi? Është lutje, se nuk fillon asnjë lutje, veç njëherë duhet t'i paraprej falënderimin ndaj tina. Dhe këtë na mëson mirënjohjen ndaj Allahut. Këtë na mëson surën Fatiha, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, e pastaj thot ihdina siratal mustaqim, në udhëzon rrugë drejt. Sfari madhrim, e pastaj udhëzim. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam, Elhamdulillahi, subhanallahi walhamdulillahi تملأان وتملأ ما بين السماوات والأرض. الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله mbush, plot, peshojnë ditën e gjykimit. Krejt ato zbrastina që kena, qoftë në rrafshin e adhurimit, qoftë në rrafshin e përkushtimit, qoftë në rrafshin e agjerimit, namazit, qoftë në rrafshin e sjelljes me prindë kështu. Gjithë ato zbrastina i mbush falënderimi. Dhe përveç kësaj që mbush tjetër, thot subhanallah, alhamdulillah, këtu dy fjalë mbushin zbrastin mes qiejve dhe tokës, sa është? Nuk e kupton dot mendja. Zbrastin mes 7 qiejve dhe tokës, tamla'ani, wa tamla'u ma bayna samawati wal ard, e mbush falënderimin ndaj Allahut. Fillim falënderim, në fund falënderim. Pra kjo na flet për peshën e rëndë që ka falënderimi. Sigurisht, dhe pse mos ta shfrytëzojmë këtë begati. Sa për neve ankojmë për gjendjen tonë, sa për neve ankojmë për namazin tonë, për agjërimin tonë, për veprat tona, për sinqeritetin e pakt. Po të mos ndihmonim me këto hadithe, si do t'ja dinim. Ndaj sa më shumë të ashtojmë falënderimin ndaj tij, se vallahi e meriton. Dhe hoxhi, ju e përmendët Muhamedit alayhis salam se sa ishte falënderues përmes përshkrimit që i kishte bërë Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të. Ne do të kuptojmë se si ishin shokët e Muhamedit alayhis salam dhe gjeneratat pas tyre, por tani dashur miq, do të bëjmë një shkputje të shkurtër, rikthehemi pas pak.
Kemi rikthyer dashur miq për të vazhduar tutje. Ky është emisioni Kështu ishin të parët tanë dhe me Hoxhën Fitim Gërkuri po flasim për falënderimin pas mirësive të shumta që na jep Zoti i Madhërisëm dhe Hoxha në pjesën e parë sqaroi vlerën e madhe dhe domosdoshmërinë për të falënderuar Allahun, ndërkohë ne siç ju paralajmëruam tani do të ndalemi pikërisht tek sahabët se si ishin ata në këtë drejtim. Dhe Hoxh, tashmë pyetja është e nënkuptueshme. Si ishin shokët e Muhamedit alayhis salam, por edhe gjeneratat që kanë ardhur pas tyre në këtë adhurim? Padyshim se shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kishin shëmbëltyrën para vetes dhe ishte shumë e lehtë për ta ta vënë në zbatim teorinë, se kishin modelin afër. Aisha radiallahu anha një herë gjen pejgamberin alayhis salam duke u fal, sa që këmbët e tij të ndershme ju kishin aj. I thot pse gjithë kjo adhurim? Thot e fela akunu abdan shakura, mos jam rob falënderues. Po sa dëgjon këtë hadith shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithë vazhdon ashtu. Një herë Tamim ad-Dari radiallahu anhu, një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse vonë ka hyrë në Islam vitin e 9, thot një natë më ka ik namazi natës, e kam dënu veten një vjet për mos me flet natën. Ka flet ditën, por gjatë natës jo. Pse gjithë kjo? Pasi thoshte, kështu na mësonte Muhamedi alayhis salam. Ky një lloj vetë edukimi. Edukimi, sepse nëse ti nuk e ngjason natën, si natën e tij, as ditën nuk do të jetë sikurse dita që ka lënë te pejgamberi alayhis salam. Në Islam paraprin nata ditës. Tash për shembull, nëse është dita e martë, nata është e mërkurë. Pastaj vjen dita e mërkurë. Është nata e së mërkurës. Po, është nata e së mërkurës. Ndaj kërkohet shumë që ta ngjasojmë jetën tonë me jetën e tina në çdo aspekt. Omeri radiallahu anhu ndodhte që e shehte një shok 10 herë në ditë dhe e pyeste sije. Pse bëndën këtë? Thoshte kam qef ta dëgjoj duke thonë alhamdulillah. Falënderimi takon Allahut azza wa jall. Kishin shumë për qefi ta dëgjonin madhrimin e Allahut, madhrimin e Allahut prej të tjerëve. Po ashtu Abu Bekri radiallahu anhu, një herë pejgamberi alayhis salam i pyet shokët e vet se çka keni vepruar sot. Kush ka dalë namazën, e ngritin dorën, mes tyre Abu Bekri, pastaj kush prej juve ka është agjëruar shumë, disa mes tyre Abu Bekri, kush prej juve ka dhënë sadak, fillojnë të pakohen, mbet Abu Bekri, kush prej juve sot është kujdes për një plak, mbet vetëm Abu Bekri, kush prej juve sot ka pastruar xhamin, Abu Bekri, dhe disa pyetje, në fund thotë ti do të thirrësh prej të dyrë të xhenetit. Thotë po prej nga gjithë kjo o Abu Bekr, përgjigjet, thotë po ka bërë shumë për mua, se të mos bëhem për ta, se të mos jam falënderues ndaj tij kur ai ka bërë shumë për mua. Ndaj falënderimi ndaj Allahut duhet të nis prej aspektit të sasisë çka ka bërë për ty. Zatën sot çush i trajtojmë njerëzit, mbi këtë bazë. Nuk e trajtojmë njëjtë një njerëz që na është kujdes shumë për neve, me një njerëz që kemi takuar 2-3 herë në jetë. Jo. Edhe pse nuk kem kurrë kundra këtij dyti, por trajtimin ja bëjmë atij të parit në mënyrë shumë më të veçantë për shkak të përkushtimit të ndaj neve. Ndaj edhe ne, po edhe gjeneratat e para, e kuptojnë mirë këto, dhe ne do ta kuptojmë mirë, se Allah i lartëson ka bërë shumë për neve. Dhe ja vlen ne me bërë shumë për ta. Falënderimi i jonë ndaj tina është pikërisht mbi bazën e jetësimit të mësimeve që dalin prej Kuranit dhe Sunetit. Prej këtij aspekti. Ndaj gjejmë të parë tonë sahabët të tillë. Uthmani radiallahu anhu bën pra kanë qenë falënderues dhe për te fjalëve. Sigurisht. Në shenjë falënderimi kanë bërë vepra të mira. Uthmani radiallahu anhu, si shembull, ndodhte ta lexonte Kur'anin për një rekat. Dhe pyetën shumë, tha po ka bërë shumë se të mos bëj për të, se të mos jam falënderues ndaj atij që ka bërë shumë për mua dhe për ne gjithë. Ndaj e përkthenin falënderimin ndaj tij në shtrim dhe adhurim, për kushtim të madh ndaj Allahut azza wa jall. Dhe në fund kur u pyetën se pse gjithë kjo, thoshte po si të mos jam falënderues, kjo kushtohet, kështu i mësonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këta njerëz, dhe me drejt mujna me thonë se ishin gjenerata e cila në mënyrën më të mirë
e jetësun mësimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja trasun gjenerata të tjera. Ishin shembull që duhet marrë si model. Ata thoshin nëse doni ta kuptoni realitetin e Islamit, shikoni veprimtarin tonë dhe shpesh ne themi të kundërtën. Islami është kështu, por ne jemi gabimtar dhe nisëm prej derisa ankesave të flasim. Nëse jemi dë vërtetësi do me thonë që edhe nëse Allah të shfaq të fshehtën të mos turprohesh fare. Kjo është ajo që e bën të parë tonë. Dhe hoxh, çështja e falënderimit, por edhe mos falënderimit. Kjo e dyta, si trajtohet në Kur'an? Çfarë qëndrimi ka Kur'ani për ata që nuk janë falëndërues ndaj Allahut? Allahu Azza wa Jall kur flet për falënderimin, thot fadhkuruni adhkurkum, përmenduni mua, unë ju përmend juve. Washkuruni wala takfurun, falënderoni mos më mohani. Pra Zoti për trajton mos falënderimin muhim. Si kuptohet kjo hoxh, më konkretisht? Për shembull, nëse një fëmijë rebelohen ndaj prindve, nuk i këshyr, nuk kujdeset për ta, gjetat për kushtim e kthen mënyrën më të keqe, a ke quhet një lloj ish buk për mës, a thon kështu? Po. Mirësinë për kthejke me të keq. Çdo mos falënderim ndaj Allahut është me ja kthy Zotit gjitha të mira me të keq. Me thonë Zotit që unë nuk kam për çka me të falënderu. Zoti na ruaj. Ose me kthy me rebelim dhe mos në shtrim ndaj tina. Ndaj kur e kuptojmë vllai dashur, sepse Allahu Azza wa Jall e ka përgatit xhehenemin, sepse është shumë ai vend i tmerrshëm, pse ka ndëshkime të tmerrshme, pse dënimi më i lehtë fillon kpucat me zjarre të vlojnë trut. Pse gjithë kjo? Ka kosto. Për çdo mos falënderim do të ndëshkohen. Për çdo frymëmarrje që s'kan qenë mirë njerëz ndaj dhuruesve do të ndëshkohen. Por që në fillim të emisionit u dakorduam se është e pamundur të falënderohet Allahu për çdo mirësi. Si gjendet është e pamundur. Mesi në rast se e lën krejt llogarit për krejt. Në rast se e lën krejt falënderimin ndaj tij të llogarit për krejt. Për këtë arsye thonë dietar, për çdo namaz që se kanë fal pa besimtarët kanë më ndëshkuar. Po të thonë hoq, po si ai të fal, po do të ndëshkohet. Për çdo xherim që se ka bu, se qëllimi i krijimit çka është? Adhurimi. E nëse s'bëhet, ndaj kjo është kosto do të paguhet. E pastaj për besimtar ka trajtim tjetër. Për besimtar ka krejt trajtim tjetër. Ju qoset mbi bazën e mundësive, ndërsa jo besimtarë mbi bazën e meritës. Se këta e kanë lënë krejt. Kur e lën krejt, ja kthen mirësitë e tij të panumërta me rebelizëm, ndëshkon pamshirshëm. Kur Allah Azza wa Jall në dhjetra dhe qindra faqe në Kur'an përshkruan xhehenemin dhe përshkruan në qindra mira ajete se si do t'i dënojnë xhehenemit. Kjo krejt tregon se kjo ka një kosto pse bëhet kjo punë. Nuk i dënojnë pse kanë pas synin e kaltërt, as pse kanë pas flokun e gjelbër. Jo, Allah ndeshkon për mos bindje ndaj tina. Për gjithë këtu mirësi, ndaj nuk kuptohet gjithë këtë dënim. Dhe nuk kuptohet gjithaj shpërblim veç mbi bazën e njohjes të Allahut dhe njohjes të realitetin tonë ndaj tina. E ke po për shembull, në rast se e bën një gabim në komunikacion. Pastaj vjen policia, thotë ti nuk e ke lidh, nuk je i lidhur, nuk i ke ndesh dritat, shpejtësinë e ke të kalu. Nuk e ke rreziku komunikacioni, fillon t'i nxjerr gjitha. Pse? Ka rreziku ke bu. Atin për shembull, arsyeja ndonjë se kon e thjesht, e ke të kalu shpejtësinë, po ti je sill keq ndaj tij, pastaj ti nxjerr krejt. Kjo është edhe me Allahun. Përbuzja e mirësive të Allahut në tënësi kërkon pastaj ndëshkim në tënësi. Falënderimi i tij në mundësi jep shpërblim pa hesab. Kjo është ai realiteti që kërkon Allahu. Të dalemi te çështja e zemrës hoxh tani. Çka ndodh me zemrën?
aty ku edhe është i stacionuar imani i besimtarit. Padyshim se Me falënderim dhe pa falënderim në këtë rast. padyshim se falënderimi ndaj Allahut është prej adhurimeve të zemrës. Dhe zatën adhurimet e zemrës janë më më rëndësishme se sa gjitha adhurimet tjera. Sa to është burimi. Siç thot pejgamberi alayhis salam, "Idha salahat a'maluhu kullu." Nëse këtu janë siç duhet, gjitha veprat do të shkojnë siç duhet. Fjalë për zemrën. Nëse adhurimet e zemrës janë siç duhet, adhurimet dhe gjuhës dhe veprimtarisë janë të asaj kategorie. Një zemër e cila ka iman, është falënderuese ndaj Allahut, është shumë e qetë, se është mirënjohëse ndaj dhuruesit, edhe është në begati vepruese sipas mësimeve të dhuruesit. Që kemi përmend disa herë, që i bjen se me qenë robi shfrytzues në begati, po jo posedues i saj. Kjo i bjen që, siç thot pejgamberi sa, "Inneni ana qasim, haythu ya'muruni Allahu ta'ala", unë jam gjë tjetër veç ndarës aty ku më urdhëron Allah. Thot këti duhet kaq, unë kaq e këti duhet kaq. Pra aty ku Zoti të inspiron me dhon për hir tina, të jep. Kjo është një zemër e qetë, e ndonë me tjertë ato që e ka, falenderon për ato që i dhuron. S'ka si tjetër veç se të gjej qetësinë. Sigurisht. Dhe në fakt hoxh dietarët kanë përmendur nivelet e falënderimit ku kanë përmendur në këtë rast edhe zemrën. Sigurisht. Falënderimi me zemër, duke e ndje mirësinë e Allahut që të ta ka dhënë. Pra, pse gjithë kjo ndjeshmëri me qenë se nuk e ka obligim në dhënë Allah bojar. Nuk mund ja obligu Zotit ty me të dhënë iman, me dhënë kuptime, nuk mund ja obligu Zotit me dhënë pasuni. Ai vetë e ka bo, pa të vetë. Qysh e ka bo pa të vetë krijimtarin tonë? Që është edhe mirësi të jep pa të vetë. Ndaj e ndjen zemra gjithë këtë. Pastaj gjuha, falënderimi me gjuhë për mirësitë që më të një edhe tjerë që ti jemi mirënjohës ndaj Allahut, që nuk ja kthen me të keq, i rebelon ndaj tij, dhe me vepër duke e nda ato që Allah ta ka dhuru me tjerë. Të merr kuptim. Këtu janë pra ato gradat e falënderimit ndaj Allahut që na përmendën dietarët, e që secili prej neve në çdo moment të jetës e kemi për obligim të jemi të tillë. Në çdo moment të jetës të mundohemi të jemi falënderues me Allahun. Pra se është proces që nuk mundna me thonë se nëse mungon paraditës së problem, jo. Mungimi në pjesë të sekundit është problem. Do të më qenë tërë jeta jonë falënderim, tërë jeta jonë durim, tërë jeta jonë mbështetje, tërë jeta jonë çdo sen që ka të bëjë me zemrën, është e ngjashme me zemrën. Ako mund si zemra me jetu nëse nuk arro 20 minuta, jo. Ndaj çdo adhurim që ka të bëjë me zemrën, e ka trajtimin dhe rolin e rëndësisë zemrës për trupin. Kështu e ka për imanin, ai adhurim. Dhe hoxh, sigurisht që fokusi ynë janë sahabët në këtë temë dhe se si kanë qenë ata në këtë adhurim. Sa janë interesante ngjarjet e tyre dhe veprat e tyre, aq edhe përcjellin mësime për ne, apo jo? Padyshim, një shembull për me pa se sa kanë qenë këta njerëz, jo vetëm sa për gjithë gjeneratat e para, sa kanë qenë të përkushtuar. Dhe kjo përkushtim më mbi bazën e se kur bën mirë të duhet me kthime të mirën. Ali ibn Husein është njohur si Zejnul Abidin, thuhet për të se çdo ditë ka fal 1000 rekate. Edhe janë shkruar poezi për të, thonë ma qala la ilaha fi tashahudihi, laula tashahuduhu lakanat la'ahu na'amu. Nuk ka thonë kur jo veç shahadat, ashhadu la ilaha illallah. Jo nuk ka të dhurum për Allah. Mos më konë që në atë vend do të me thonë jo, edhe që jo i shkon po. Ashtë ka qenë me njerëz në shërbim tyne. Gjatë natës, gjdo natë vëllah vëjarë, ka marrë një thes dhe ka fut gjësende, i ka shpërndan me dine. Tek të varfnet. Këto se ka kuptu askush vese pas vdekjes tina. Se u ndërprej, kur ka vdek, është ndërprej furnizimi i dëvatna. Tu shojmë edhe madhështinë e ruajtjes së veprës, apo jo? Dhe jo vetëm, por shumë sinqeritetin, shumë
falënderimin ndaj Allahut për mirësitë, duke i ndonë me tjerë, durimin, se nuk është lehtë e mban një ditë, 2, 3, 10, po jo të jetën, po ashtu kur ja kanë pastruar xhenazën, e kanë pasur në shpinën e tij është gjurmët e bartjes. Është nxirr për shkak të bartjes shpina dhe kanë pyetur se çka ndodh kush vrokën, mos është godit. Thonë jo, po ka qenë gjithmonë i ngarkum. Këto kanë treguar pastaj as familjarët e tij jo, ata të varfënit kur ju ka mungu ushqimi. Ndaj gjejmë të fortë shpesh herë që natën u maskojshin dhe çojshin para të tjerë. Thoshin, po pse këto? Thoshin ti kam borxh. Po si unë ke borxh? Borxh ti kam në largonte. Kur i shpjegonin bin Kaimi këto raste, thonë, e kem borxh në aspektin se Zoti na obligon me ndonë me tjerë. Kjo është obligim sigurisht se borxhi. Apo edhe siç është zakati. Jo vetëm zakati, por përtej zakatit. Zakati është një shumë që jepet një herë në vit. Nuk mbahet i varfëni me një herë në vit. Por sahabët e praktikonin çdo ditë. Çdo ditë. Nuk ka ditë që ka lind vetëm sa ata e kanë do ato që është dhuru. Zaten kështu i mëson të pejgamberi alayhis salam. Një herë i thotë Aishës atë delën që e prun, çka ke lanë? Thotë e kam shpërndar të tërën, përveç se e kam lanë ata krahërorët, mishin e krahërorëve që ti e dën. Thotë e pas kanë dalë të tërën e pas ke shpërndar veç se pak. Po pse se dhurojshë të tërën? Pra kështu ishin. Nuk ndanin për vete. Njëherë pejgamberi sa duke dashur me lënë gjurmë të shokët e tij e thret Ebu Dharrin. Ebu Dharr ka qenë asket i madh. I thotë o Ebu Dharr, po ta kisha një kodër nga ari sa Uhudi, sa kodra e Uhudit, pas ishim pranë Uhudit, do ta dhuroja të tërën për hir të Allahut, përveç se borxhet do t'i paguaja dhe të tërën do ta dhuroja kështu duke bërë me do ta shpërndaja kështu. Kështu i mëson të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të veprojnë shokët e tij. Por këto mësime janë edhe për ne hoq. Sigurisht, në gjithë këtë ndërlidhje shpesh tregojmë vetëm se histori kanë qenë, jo sigurisht se edhe ne do të jemi. Vëllau bujar, nëse nuk e futum në rrugën tonë, Allahun me dhon hise. Falënderimin ndaj tij është në krizë të madhe. Zoti na ka mësuar xhallarët tonë që ta futum në Zotin hise. 10, 20 apo 30% i pagës të jetë për Allahun azza wa jall. Pse? Ka mirësi prej tina. Është mirësi. Çdo gjë që na ka dhënë është mirësi prej tij. Ndaj tim falënderues ndaj tij duke ndonë me tjerë. Kështu përkthehet falënderimi praktik në vepër në raport me njerëzit. Ndërsa në gjuhë e në zemër në raport me Allahun e lartësuar. Dhe hoq, do doja edhe pak të ndalemi tek ajo mundësia se si mundemi që falënderimin, përveç se ta falenderojmë Allahun, por edhe ta ndjejmë këtë si kënaqësi shpirtërore, madje edhe ta ndjejmë nevojën për të falendëruar Allahun. Duke meditu në mirësitë e tij, duke meditu në madhështinë e Zotit, duke meditu në gjithë ato begati që na ka dhuruar Allahu azza wa jall, duke shikuar ata që janë poshtë neve, qoftë në aspektin e dijes, qoftë imanit, qoftë në aspektin material, qoftë në aspektin shoqëror, dhe duke pasë sot ka ndëruar Allahu azza wa jall. Asgjë nuk është rastësi, nuk ka rastësi as qëndrimi jot, as jam këtë vend. Gjithçka është begati prej tij. Ndaj sa më shumë meditimi, ka shik këtyre begative, ta mundson me qenë mirënjohës dhe me qenë zemra stabile, falëndëruese vazhdimisht për Allahun. Shpeshherë thom se në aspektin e dunjas, kur dikush arrin sukses caktuar, si arriti më bu milioner, si arriti, dhe lexojnë libra që kanë lanë si të bësh milioner, që janë shumë të tashme. Pra, duke qenë përkushtuar. Po, kjo është në rregull, nuk kemi kundra kësaj. Po pak kemi të tillë që thonë si po arrin imanin kë me majtë stabil, si po arrin me kuptu ka shmirë Kur'anin, si po arrin me mësu Kur'anin, si po arrin me njoftë Allahun në këtë mënyrë. Nuk kemi veç se pak që të pyetin, po kjo gjendje shpirtërore, qetësi e madhe që mbart prej nga vjen. Ndaj është e udhës, ashtu siç dëshirojmë të kemi siguri materiale, të
të kemi edhe sigurisht shpirtnore, të kemi edhe lidhjet të mirë me Zotin, të kemi edhe një qasje duhur me krijues, me jetë dhe krijesa, ndaj kjo nuk arrihet pa përkushtim. Dhe hoxh, për fund fare, falënderuesi dhe rrethi, shoqëria ku jeton. A vrehet, a njihet në shoqëri, a reflekton pastaj në shoqëri? Sigurisht, reflekton, njihet e vrehet shumë. Çdo njeri që është falënderues ndaj Allahut, ata që e njohin për së afërmi, ja din vlerën e tina, ose do duhet ja din, por edhe ka shumë raste se e din. Aja lën vetën keq për tjerët. Çka ka ai jep, nuk kursen. As në kohë, as në dije, e as në pasuri. E tërë jetë e tij është për kushtim ndaj Allahut. Ndaj të tillët Allahu i dën. Edhe posa ti dën Zoti, thret Xhibrilin, i thot duaj dhe ti. I dën Xhibrili edhe thret melekt, thot duan filanin, gjithë të duan. E pastaj i bën pranim tokë. Njerëz kanë qef me nejt afër ti, me dëgju prej ti, mallën gjehen për ta. Gjitha këtu janë shaja që ky njeri ka lanë gjunë, duhur në shoqëri. Andaj sa më shumë falënderues, aq më shumë do të jemi me lejen e Zotit të begat, qoftë në jetën e kësaj bote, qoftë në botën tjetër. Ka mirësi që nuk mujna kur për tu me falënderu, mirësitë e imanit, kur nuk mujna me falënderu pejgamberin alayhis salam për këto mësime, kur nuk mujna me falënderu dietarët për këto shpjegime, hoxhallar që na rikujtojnë, s'ka çmim që e pagun këto, vetëm Zoti i paguft e i mëshiroft, e na mundsoft ne me mjetësu mësimet e tyre, duke lutur Zotin të jem falënderues deri në ditën e fundit dhe në momentet e fundit, e dalim për kësaj bote me dëshminë se vetëm Allah është adhurues që e meriton dhe vetëm tek ai është kthimi. Allah të shpërbleft. Faleminderit. Dashur miq, kjo ishte tema e falënderimit për mirësitë e shumta që na jep Zoti fuqiplot. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbëjtje.